Esadi është grumbulluesi ose koleksionisti më i mirë i imazheve dhe fotografive të luftës Kosovës. Fotografi dhe sa filmime ke? Mbi 30.000 orë inqizime, filmime janë, 1.200.000 fotografi. 30.000 orë gjirime, 1.200.000 fotografi, me cilëve dhe kjo pamje e Adem Jasharit në shtëpinë e tij në Prekaz, lagjen e Jashareve në Prekaz. Ja ke marrë kameramanëve dhe të ndryshëm dhe individëve të ndryshëm? Po ja kom marrë shumica më kanë rrohur. Kanë rrahur? Për shkak që kam qenë i ri edhe kom problem me bind ata kameramana. Edhe ti insistove dhe i more? Po i kom marrë. Ka pas rast kur kom qëndru ofër 2 ditë me një bërë flajt, deri sa ja kom marrë ati kameramanit videon e luftës. Ndërkohë që ka në disponim dhe një ditar të forcave tarake serbe. Çfarë thot ditari? Po në ditar, do me thonë flet por, shkruhet se këtë ditar është ndalueshëm me rënë dorë të armikut rrepsisht. Po, dhe çfarë tregon? Po për fat mirë, unë e kam auditorë, në auditorë është i dokumentuar edhe i argumentuar gjithë terrori serb mbi shqiptarët në Kosovë me datë, me ditë. Masakrat? Po, masakrat dhe kush ka marrë pjesë. Si me datë, me ditë? Me datën, ditën, vendin kur është bërë masakra dhe... Data për shembull është masakra Krushës, është e shkruar data, dita, kush ka qenë komandant, kush ka qenë ushtar, çfarë armatimi kanë posedu, edhe kush i ka prikë kësaj masakres. Edhe humbjet e civilëve shqiptarë. Masakër me ditar. Imagjinoni se çfarë krimesh monstruoze kanë bërë serbët në Kosovë. Ditarin ku e ke? Kam provu në Shqipëri me përkthy në gjuhën shqipe. Atëherë të falenderoj shumë, është një ditar që dëshmon masakrat serbe në Kosovë.